me sa shikoj, Kodi penal e merr ka seriozisht këtë punë dhe Kodi penal parashikon në nenin 120 që shpifja, pra shqipes do i duhet të vërtetojë që kjo nuk është një shpifje, ndoshta do i duhet të nxjerrë emrat e personave që ja kanë thënë një gjë të tillë përpara Shevisi Simakut. Në rast se ajo nuk i plotson këto kushte përpara prokurorisë e përpara gjykatës, e mbrojtur dhe nga avokati i saj, atëherë kjo do quhet shpifje. Dhe në rast se vërtetohet që kjo është një shpifje nga Shqipe Hysenaj, ndaj para Shevisi Simakut, ndaj figurës së saj, atëherë Shqipe Hysenaj rrezikon gjob deri në 2 vite burg. Por është dhe kjo tjetra, pra që nga kjo shpifje në kodin penal, nga kjo shpifje, në qoftë se para Shevisi Simaku, përveç se është shpifje, kjo është edhe një fyerje ndaj imazhit të saj, ndaj sjelljes së saj si një grua, si nëna e një fëmije, si një ish bashkëshorte, si një emër i madh në artin shqiptar, është dhe neni 119, ku Shqipja rrezikon, pra rrezikon dhe nenin 119, ku përfshihet fyerja. Dhe për fyerje, sepse e përkthyer në shqip, pra edhe në kuptimi i shprehjes që para Shevisi Simaku hynte mes çifteve, por nuk hynte në mes çifteve për të bërë duet. Nuk hynte midis Inva Mulës dhe Piro Çakos për të bërë një trio, një duet e për të kënduar në festival. Në kuptimi është që hynte mes çifteve në mënyrë intime, apo jo. Në qoftë se kjo pra vërtetohet në gjykat, atëherë kjo është një fyerje e rëndë dhe Kodi penal parashikon gjob, nuk dihet shuma e gjobës, por gjykatësi mund t'japi për Shqipen, duke referuar Kodit penal, deri në 6 muaj burg. 6 muaj burg.